PD-s dhe jo e Shpëtimi Drizit apo e Partisë Drejtësi dhe... Po është e ka si bashkëpunim, si alate e PD-us. Si Parti e Lirisë, ndërkaq që Mesa Nasjarë dhe Arditi, Jorida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike, që doli si gruaja të paktën në qarkun e Tiranës me më shumë vota, mbetet në listë hapur. Hysen Kadiu, një tjetër emër që doli më i votuari në gjithë qarkun e Tiranës në primaret e PD-s, u largua sot, bëri dhe një reagim publik. Dhurata Çupi, një tjetër emër shumë e votuar në primaret e PD-s, edhe ajo në listë hapur dhe shumë emra të tjerë. A i zhbëri Sali Berisha primaret me këtë rast? A ishte e panevojshme, mos të kishte bërë fare për sa kohë nuk u morën parasysh ka dhe janë mbetën jashtë? Ishbëri në një farë mënyrë, është një pyetja parë që dilemës pse u bën primaret kur pas kanë pas asnjë lloj rëndësie. Se që të ishin një faktor midis të tjerësh, dakor mund kuptoj, por do duhet të ishin faktori determinant. Përndryshe nuk ja vlente barra qiran që të bëheshin. Por me sa duket s'kan qenë as faktor determinant, as faktor fare. Po këtë e tha pas votimit. Urdhë? Këtë e tha pas votimit. Po pra. Që primaret nuk janë determinante për të qenë një parti. Edhe sikur ta kishte thënë e tha pas Është në qëmë fillim, është primaret, është thënë. Po s'ka rëndësi. Megjithatë, me Berishën mund ta ketë thënë. Mund t'i bëjmë politika është akt publik. Mund t'i bëjmë një analizë primareve? Është akt publik. Mund t'i bëjmë një analizë primareve. A legjitimohet konflikti? A janë primaret ai proces që mund të legjitimojnë konfliktin sepse shumë nga këta shikoje. Kanë mbetur jashtë listës së sigurt të paktën. Unë mendoj, me që po e marr fjalën kështu, që mund të ishte bërë pak më shumë kujdes me dy momente. Momenti i parë është pa diskutim ai zotit Sula, me cilin edhe vetë zoti Berisha u ndal. Ose përfaqëson disa zona, disa fshatra, disa rajone aty në Elbasan që duhet ishin përfaqësuar në listë të mbyllur, po themi. Absolutisht po. Siç mendojnë, ashtu do duhet ishte bërë në një lloj kujdesi, do të ishte treguar si diçka më kujdesa edhe në raportin me zotin Kadiu në Kavaj. Jo pse zoti Kadiu mori ai shumë vota se sa Kavaja si një respekt për zonën duhet kishte një përfaqësim. Ka fituar një bashki. Ka fituar një bashki, po që gjithsesi Kavaja për mendimin tim është e përfaqësuar gjithsesi në listë me zotin Arnold Kariqi, i cili është një i ri premtues, është një i ri i angazhuar, është një i ri aktiv. Mund të lexoj diçka Bledi, të lutem, meqense është informacioni i fundit vetëm për ta përmbledhur regjia. 24 deputetët aktual të Partisë Socialiste që kanë mbetur jashtë listave e kam të përmbledhur. Është zoti Nasip Naço, Petro Koçi, Kleviz Xhoxhi, Lavdrim Krashi, Ilir Metaj i Vlorës, Gerta Duraku, Bujar Çela, Eduard Ndreca, Niko Kuri, Anduel Tahiraj nga Vlora, Paulin Sterkaj, Shpresa Marnoj, Laert Duraj, Baftiar Zeqaj, Mirela Pitushi, Ismet Beqiraj, Lindita Buxheli, Tatiana Piro, Ilir Topi, Bardhyl Kolçaku, Pranvera Resulaj, Teuta Rama, Agron Çela, Denis Deliu. Këta janë emrat që kanë mbetur jashtë listës së PS-s. Po ta shikoni me kujdes, kanë futur vajzën edhe djalin. Djalin, nuk e dija nëse ishte djali apo nipi. Momenti asaj. Ka vënë serim për shembull për atë mos gabojmë për Laert Durën, është thonë që nuk ka pranuar listë hapur, fakt nuk zoti Durë nuk ka refuzuar listën hapur, por nuk është përfshirë me vendim. Është tërhequr fare. Jo, nuk e ka përfshirë partia. Nuk e ka përfshirë partia. Po është ka qenë para vendimi i partisë, por mos ta përfshirë as në listën e hapur zotin Durë. Pak nga informacionet që kam arritur të mbledh. Kurse tjerët pastaj duket se kanë pasur një tërheqje të tyre. Dakor. Dhe ose kanë bërë këmbimin, rokadën nga babait e Kibiri. Ajo lista nepotike që thot Hila në një farë mënyrë. Ke edhe të tjerë në Shkodër, kete PD-ja Bardeli për shembull është e bia një militantit vjetër, është shumë ka qenë deputete, ka qenë deputete. Se këta e kanë bërë Sterkaj, Çela. Kam fjalën që nuk ka një lloj rigjenerimi, nuk ka një lloj ngërçi në të gjitha këta. A duhet ishte për shembull Jorida Tabaku në listë? A mund ta mbaroj këtë? Po, përfundoje, dakor. Me që ishim te primaret. Thjesht do bëjmë kështu. Çfarë duhet të themi për listën? Përpara për strategjinë ti pyetë si është strategjia. Unë mendoj që kjo është një betejë elektorale dhe ka dy mënyra, ose ti generalët i inkurajon duke i veshur me pushtet sigur dhe inkurajon edhe më shumë për të bërë betejën e tyre elektorale, ose i çon në betejë me modelin e pasigurisë së pozicionit tyre nëse ata janë general apo janë ushtar, dhe që kjo pastaj mund të ketë kosto vetë elektorale. Unë mendoj që Partia Demokratike ka zgjedhur strategjinë e saj ku generalet kryesor politik janë të sigurt